Javën që lan pas, showbizi ishte tema kryesore që zuri vend jo vetëm në portale, por edhe në gazeta dhe televizione. Cili reper qoj pluhur, cili qift u përfol për ndarje dhe cila revistë po mashtron fytyrat publike në diasporë. Të vërtetën rreth këtyre rasteve, mos e miri mund ta kuptojmë nga materiali përgatitur në vazhdim. Godet Gold AG, Fyënja, Jagën, Dedën dhe Buzhalën. Kush po i mashtron këngëtarët tona në diasporë? Blero e Teuta u ndanë për shkak të Morena Tarakut. Janë këto kryetitujt e portaleve e mediave të tjerë që shkaktuan një tërmet në showbiz, por jo vetëm. Një ndër çështjet më të diskutuara ishte kënga e Gold AG. E gjitha nisi me 21 shkurt të këtij viti, kur reperi me priardhje nga Presheva publikoi këngën Shqiptar. Por kjo këngë nuk u prit mirë nga të gjithë, kundër saj dolën muzikologët, sociologët e ateistët. I përfshirë në këtë debat ka qenë edhe avokati Arianit Koci, duke komentuar se reperi ka konsumuar vepër penale të nenit 147 të kodit penal të Kosovës. Kur nuk mundeni me gjetë një reper amerikan të bardh, i cili thot në këngën e vet, na jemi ata që i djegim zezakt. E pjesa ma kritike e tekstit të Gold AG-s është, do ta parafrazoj nëse s'muj me citu, na si jemi shtet lajek, jem popull musliman, jemi që ata që i djegim shkijen ditën e Marsit. Unë mendoj që këtu është ajo shkelja. Pra këtu është bërë shkelja sipas nendit 147 të kodit penal të Kosovës, nxitja urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. E prokuroria nuk vonoi edhe shumë. Ata e ftuan reperin në stacionin numër 2 të policisë në Prishtinë për ta intervistuar. Intervista e reperit me policin zgjati më shumë se 2 orë. Pasi përfundoi procedurën, Gold AG shpjegoi se çfarë ndodhi brenda. Një intervistë shumë mirë, që faleminderit policisë për atë korrektiv që e patën. Me vash ato çka deshta, më kanë patën çfarë me ditë kush e ka shkruajtur tekstin, ka pas motive të tjera, ka thënë që unë jam çaj i vërtetë që kam folur sin këngë, kështu që s'ka pas kur fal nxitje, kur fal urrëtie, kur fal përçarje, më kërkojnë vetë që kam kalluar ato çka era shqiptar. Kosova është një shtet demokratik dhe respektohet liria e shprehjes, por deri ku është saku i kësaj lirie. Çdo herë që mos cenohet tjetri, lirit, bindjet, qoftë raciale, nacionale, fetare, tjera, kur nuk vjen kundërshtim me ligjin, çdo gjë është në rregull, si në rastin konkret. Një tjetër rast që zuri vend në media është edhe botimi fals në diasporë i revistës Kosovarja. Redaksia e kësaj reviste ka kohë që po paralajmëron këtë kopje që po i bëhet në diasporë. Në njoftime të bëra nga kjo redaksi është lajmëruar zhgënjimi nga personazhet publike, të cilët janë intervistuar nga Kosovarja false, dhe intervista e tyre është publikuar vetëm në diasporë. E gjithë ky manipulim ka një zanafill. Në fillim, stafi i revistës Kosovarja në Prishtinë arritën një marrëveshje bashkëpunimi me pronarin e gazetës Bota Sot, Gjevdet Mazrekaj, me kozgjatje prej 5 vjet. 2 vite pasi filluan bashkëpunimin, Mazrekaj i vonoi pagesat e 1 viti para skadimit të kontratës. Ai i mbet borxh revistës një vlerë prej hiç më pak se 41.850 euro. Mazreka i filloi edhe përvetësimin e shkrimeve të stafit në Prishtinë, duke i afshirë gjithë emrat e gazetarëve e redaktorëve. Më pas Gjevdet Mazreka i filloi edhe botimin fals të revistës, që u mundua ta shes edhe në Kosovë, krahas asaj origjinale. Mirë po institucionet tona e ndaluan këtë revistë false, madje u ngrit edhe një padi kundër Gjevdet Mazrekaj. E gjithë kjo histori nuk ka akoma një përfundim. E në ndërkohë të dy kosovarët, si ajo origjinale dhe ajo false, kanë nxjerrë në treg numrat më të rinj të tyre me përmbajtje të ndryshme. Ndërsa pa u komentuar në media, sidomos në portale, nuk kanë ngelur as çifti të Uta Krasniqi e Blero Muharremi. Ky çift u stërpërfol për një ndarje, madje shkoi deri në atë pikë sa që u gjet edhe shkaktari, me emrin Morena Taraku. Por reagimi nga të trija palët nuk vonoi shumë. Po çuditem në çfarë kulture e terrorizmi po jetoj.
Është e turpshme të dëgjoj diçka të tillë. Miqt kthehen në teorizma që s'kan të bëjnë fare. Idiotizëm i pakapshëm. Jam pyetur gjatë promovimit të videoklipit tim My Love se pikrisht këngën me Bleron dhe publikisht live e kam cekur që filluam një bashkëpunim së bashku sepse Teuta është ajo që na shtyu të bëjmë një gjë të tillë, sepse ajo është shoqja e imja që nga fëmijëria njoh gjithë familjen e saj, po ashtu edhe ajo Timën. E këtë deklaratë Morenës e kam mbështetur edhe Teuta. Këto shkrime dhe fjalë kanë tendenca të ndikojnë negativisht në gjendjen emocionale të vajzës sonë dhe kjo është arsyeja kryesore pse po shkruaj prap e po detyrohem ta konfirmoj që ne të dy nuk jemi ndarë dhe vazhdojmë të jetojmë të tre së bashku, si deri më tani. Përndryshe, Morena dhe familja e saj janë miq të familjes sonë prej vitesh. Nuk kam qenë asnjëherë pjesë e skandaleve dhe gjithë këto vjet kam investuar me shumë mund në emrin tim. Prandaj nuk e lejoj askënd që të shpif pa kurrfar baze. Nuk la pa reaguar edhe mashkulli i përfshirë në këtë histori. Ai përmes Facebookut deklaroi: Të dashur, me që po e shoh që shumë miq tanë janë shqetësu për lajmin ndahen Teuta dhe Blero dhe vazhdimisht po na shkruajnë e po na pyesin a është e vërtetë që jeni nda, atëherë po e shoh të arsyeshme t'ju jap një përgjigje. Jo, nuk jemi nda unë dhe Teuta. Ne vazhdojmë të jetojmë të tre bashkë si deri më tani, ndërsa sa u përket procedurave administrative, besoj që ato janë çështjet tona private. Këto tringjarje lëkundën botën në showbizit shqiptar duke marrë kështu një jehon të madhe në mediat tona. Se cili do t'jetë epilogu i rasteve në fjalë, ju informojmë në emisionet e radhës.